Një mrekulli për le të presim Sajmir Korreshin për ta diskutuar, madje do e quajmë sot avokat. Patjetër. Sajmir Korreshi, mirëmëngjes Korreshi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, Mr. Gjej, faleminderit vërtet. Po si e o zotri? Po, me të thënë drejtën, kur pash çfarë lloj përvaqësohemi në krye të kolegjes, me të thënë drejtë shumë keq. Pse mos bëj kështu tani sikur se dije. Jo, ai nuk ka mundësi. Ta ndjekësh Komisionin Ligje, ta ftosh gjithë që ta ndjekë Komisionin Ligje, është pak i gjatë. Ne kemi marrur rreth orës 8 sa darkës, por ta dëgjosh, po të thënë që ti ku ka rrit reforma në drejtësi, ku kam përfunduar. Se kishte mëkesë kjo e Nauredës, që Naureda Llagami që kishte mbaruar punë për 3 vite? Jo, ai tha që u ka bërë reformë të thellë, tha, e ka mul me 16 ditë tha proceset. Mi po unë me naivitetin tim u çuan kam thash, ç'a thot ky thash pyet ton? Tha jo, tha në 15 vite tha e ka mul me 16 ditë, pra në 14 vite 349 ditë. Pra, njëri normal duhet presi 15 vite, po pa 16 ditë që e ka ulur ky kryetari i ri që të mbaroj proces. Ndërkohë, dëgjova edhe shumë kritika për cilësinë e artikulimit të eksponentëve të drejtësisë. Ishin pak të rëndomt, thonë njerëzit. Jo, si përfundim, duke qenë se ai ishte kishte marrë rolin e tamam një të vendosur nga e pyeta sa e ngrohtë, sa e nxehtë ishte gogla që i kishte vendos zotrin fjalë, që kishte rus mbi emrin. Dhe pjesa tjetër mu detyrohesh ta pyesja në fund fare me qesë edhe artikulloj disa herë që kishte qenë profesor i drejtës punës, si thashore ti që je profesor i drejtës punës, na thush në parlament se çfarë punë bën, sepse nuk i jep si përgjigje të gjitha pyetjeve që i ka bë opozita në Komisionin e Ligjeve. Që përballë ai kishte situatën fare. Me imagjino se ishte gëzuar që të gjitha gjykatat e Shqipërisë, përveç gjykatës lartë, drejtoheshin në nën kryetar, i the pyeta se kur do ta hidhte tenderin, se do ditë njerëzit tani se kur do hapet tenderi për vendos kryetarët e gjykatave. Domethënë në Shqipëri çdo gjë ishte akoma në fazë verifikimi, domethënë kaloi një kryetar, po vjen kryetari tjetër. Avash i mbushi ky një vit dhe jemi akoma në fazën administrative të verifikimit. Pra, asnjë gjykatë e Shqipërisë, sot do të kemi KLP-n dhe SPAK-un, por përse përket di, asnjë gjykatë e Shqipërisë nuk ka një kryetar të zgjedhur. Jam me 9 kryetar, me një lloj artifici, sepse duhet të kesh 7 vite për të bësh kryetar. Këta çaj bjen i bie nga Kina, në sensin që vendosin ata që kam pak ditë, e bën 9 kryetar në mënyrë që t'i japi kompetencat e kryetarit. Megjithatë, do doja të riktheheshim pak tek rasti i zonjës Llagami. Mbi të gjitha, duke pasur parasysh edhe historikun e saj, zoti Korreshi, ajo doli që ishte një nga mikeshat personale të dyshes Velia Xoxa, pjesë e rrjetit OJF-ve të cilat inskenuan reformën drejtësisë, se ky është termi që mund të përdorim, se u inskenua reforma në drejtësi, shoqe me sa dushin dhe na del edhe në tentativë tani njëherë për të vënë në gjykatë lartë, njëherë për të kaluar në kushtetuese. Po si heci. Pasi kishte rregullu vllajin te BKE-ja, ke SPAK-u, ku e ka rregullu vllajin? Po nuk ndodh, të gjithë njerëzit këtu se me propaganda këtyre se ndodh kollaj rastësi këto gjëra. Asnjëherë, edhe pyetjet që i kanë bërë gjithmonë shoqes Llagami, asnjëherë s'ka marrë përgjigje për situatën që i kanë qenë. Shoqja Llagami nëse është një vrasëse në thonjza përse përket reformën drejtësi, është ajo që në debatin e fortë që kam pas para disa vitesh në Komisionin Ligje kur hartohesh kjo harta territoriale gjyqësore, ka qenë iniciatore për ta shkatëruar, duke ditur shumë mirë se po e prishin reformën drejtësisë, se po e zgjatin proceset gjyqësore, sepse kishte një shembull që gjithë po i shkrinte gjithë gjykatat e apelit, ja dha shembullin konkret të gjykatës administrative, e cila ishte pa gjyqtar dhe gjykonte akoma çështjen mbetur për 6 vjet, duke qenë që reforma për gjykatat administrative ishte qëllim që të mbaronte në një kohë flesh, brenda gjykimeve të shkallëparë brenda 30 ditë dhe pjesa tjetër shumë shpejt, sepse flasim për gjoba dhe vendime kundër autoritetit bashkiak.
Ndërkohë që të tjerët për shembull marrin një resort, për të kundërshtosh një vendim kryeministit sot do 45 vite, kështu që s'ka vlen më as të kesh mbledhësh në tull. Kështu që nuk më bën habi fare zonë Llagami, absolutisht nuk bëra habi siç ka shumë e shumë tjerë. Unë sa herë kam thënë për pseudo reformën që po vazhdon, me keqja është akoma ajo që po ndodh, sepse ndoshta është përputur mendja e gjithë shqiptarëve vetëm GKO dhe SPAK, por avash shoku Arben te shkolla e magjistraturës është duke futur gjithë llagamrat e tjerë në thojza, gjithë që kanë këta dhe pastruses, çunin e gocat e gjitha, pra është fut një kastë e re, kur siç e dim dhe siç e kam denoncuar një herë, po vazhdoj ta them, ka ul notën mesatare për të futur si puna këtyre nën kryetarëve që s'kapnin ose ato të bësh kryetar që duhet nuk kapnin afatet vjetore për të bërë kryetar, tani ka heq mesatare. Dikur vinin ata të elitës, ata që marrin me 10, juridikën 9-10, sot vjen ata që mezi ka vajt me 4,5. Pra, thënë kjo është një dramë çfarë po ndodh, sepse këto vakancat që edhe ai di e tha shoku rusi, vakancat që i pretendonte ky të mbyllte brenda 2028-s, avaç se nuk mundet të përnjeshë, bien sy të hapi tenderi kështu për një. Kjo është një gjë skandaloze që po ndodh me Shqipërinë, me të thënë drejtë, dhe me shqiptarët, sepse do të gjendemi përpara një kaste gjyqtarësh dhe prokurorësh që janë në rrup sup pronto ndaj atit që sot i ka vënë në punë. Ja kuptoj. Ose po i vi fugafët shkollë. Absolutisht. Megjithatë, si ka mundësi që nuk na bën puna as gjithë këto monitorimet ndërkombëtare, kjo ONM-ja, kështu me që për ata që nuk e din ka dalë një lajm këto ditë, një lajm roz. Për ironi është ironi. Do e thush ti Koreshi që mos ta them unë se thon pastaj Sajon Flavio. Jo, është një ironi e madhe se ai ke legjës këtë për më shumë takime me ndërkombëtarët se sa kishte takuar dhe mbledhje e këshilli, kështu që e pyeti një kolegët zoti Stazemi, "Ore çfarë ndodh në këto takime, për çfarë bëni fjalë, sepse asnjëri prej ta, as ti tha dhe as ata nuk janë ekspertë në reformës drejtësi, për çfarë pyesni njëri tjetrin dhe me çfarë merrni me njëri tjetrin." Kështu që deri kaq që sherake. Megjithatë unë kam bërë dhe një moment, kam pas dhe një moment timin, kur për ironi të fatit, kum qëllojnë dhe mua këto, më vjen para një 3-4 ditësh, ndat 10 ose 11, më vjen një fletëthirrje nga gjykata e apelit, të jurisdiksionit përgjithshëm, po sepse unë dikur kam qenë avokat para 5 vitesh, edhe ka shkruar te fletëthirrja, juftoj t'ja drejtën e shqiptarëve. Na ndihmo pak regjia se me sa di e ka dosjen. Avokatit Sajmir Korreshit, në pak nga 5 vite që jam deputet, edhe pra një zgjidhje martese, imagjino unë koha që kam lënë detyrën e avokatit ka qenë 2021 ta quajmë, po 2020-a, fundi 2020-s, atëherë kur kanë nisur dhe kalvari i gjatë, shumë i gjatë i zonës Llagami, për fat që 3 vjet janë shumë për të, atëherë ka nisur dhe edhe gjyqi, ndoshta më parë, diku te 2019 ka nisur gjyqi i kësaj këtyre palëve për zgjidhje martese dhe i ka ardhur në 20 tetor 2025. Pra, atë që u ngre gjithmonë që e ka thënë, ndoshta edhe me qeshë dhe vazhdoj t'ja themi dhe ja bëra përsëri, janë të vetëm procese gjyqësore që një zgjidhje martese është 7 vjet, gjë që ka lindur artificialisht dhe të tjera procese gjyqësore për njëojë fëmijë, sepse njerëzit mas zgjidhjes një martese, kryen një martesë tjetër, po fëmia del i regjistruar me burrin e parë. Edhe kjo është çmenduria shqiptare që nuk gjen zgjidhje as në gjendjen civile, më thënë dramë nga më ndryshmet. Pra, procese, mas 15 vjetësh, ndoshta kur vete shkon në universitet, ai fëmijë atij çifti që është regjistruar padrejtisht në emër të ish burrit parë, për të vënë në universitet do të marrin certifikat e emrin e babait vërtet. Kjo është drama shqiptare e drejtësisë. Megjithatë, edhe pse për ju vetë u deshën 5 vjet për një divorc, Maureda mori, tani si është historia e kësaj pronës, se me sa di është gjithashtu shumë interesante kjo prona. Belindi e zbulon ndërkohë që po investigonte Carlo Bolino dhe pronat e veta. Në Shqipëri, përveç kësaj që ishte duke jetuar këtë, por në Shqipëri ndodh që
këto prona ose të gjithë çuditërisht shteti ka bërë me lek. Si ka bërë me lek? Fillimi ka dhënë pronat në mënyrë pa drejtë, pastaj kërkojnë gjithë dën shpërblim për pronat që i ka marrë pa lek nga shteti ose në mënyrë të jashtëligjshme. Tilla janë këto rastet, kështu që mos u abisni, ato që ndodhin siç duan të interpretojnë që 751-shin fajin e Kasaliu ja bëjnë sikur Partia Demokratike ka bërë 751, ja harrojnë që atë nuk ka qenë Partia Demokratike në vitin 91 në pushtet, por ka 22 mars në vitin 1992. Kështu që edhe këto tjerat këta hanë e pinë, pastaj për thërrimet ja takojnë gjithmonë kundërshtarit me propagandë. Këta kanë marrë, nuk ngopen, unë abitëm që pas ka zgjatë 3 vjet, se ka që edhe një humor dikur që nëse e më mend, me kaq lekë unë ja tam edhe kasacionin. Kështu që Llagami nuk linte për kaq që ka pas, nuk e di, ndoshta është vënur më shumë dosja për të lidhur dhe për të ngjitur sesa për të marrë vendimin, se unë jam i bindur që të tretë shkallët e gjykimit as e kam pa fare. Jam marrë me tepër me t'i bërë qokën e radhës në mënyrë që të kenë këto ngritje të detyrë. Dgjoj, ç'a mendon dikush, me që ti ke punuar dhe të hipoteka, dikush që ka 29-33 vjet që po gjëmon milimetra dhe centimetra pron, kur dëgjon Aureta Llagamin që për një pron që nuk dihet si është kthyer dhe është rimar, është dëm shpërblyer me $3 milion, ka mbyll gjithë dosjen për 3 vjet. Ndërkohë që njerëzit jam po të tregoj rastin tim. Dikur rastin tim, unë kam aty ku kam lindur, realisht, kam një sipërfaqe për 6100 metër, tokë gjyshi tim, lindur babai im, lindur dhe unë aty. Jam me shpronsuar në vitin 1981, pra në momentin që kam lidhur asnjë mush e pak na kam prish shpinën aty, se bë famë ushqimore. U ngritën këto skemat me këta administratorët fiktiv shoqërive të kohës. Ka ish deputet aty, ish deputet që u bë administrator dhe ka qytur gjithë kohës pronë vet. Pra kalvari i familjes time mas 92-93 vazhdon akoma, domethënë ka vazhduar për vite, gati 25 vite derisa sa dhe sot ka shumë trashëgimtar aty, sa që nuk jam vjen as ta rrethosh. Dhe bashkia ka gjetur, megjithëse edhe ligji i plerave dje, se mu çuditërisht më ndodhin ato ditë që ndodhen edhe ligjet, dhe i thash ministrit që ishte aty, i tregova edhe videon kur makina e plerave të Lushnjës ishte mbeturina në tokën e trashëguar nga gjyshi nga babai. Kështu që shqiptarët dhe lushnjarët, apo të gjithë, po të shikosh në Shqipëri, është çudia më e madhe, të gjithë shtëpitë pronarë të vjetë, ata që posedojnë shtëpi nga 150 vjet që është duke rënë çatia, nuk e marrin kurrë një certifikat pronësie se s'ka letra, dhe ata që bëjnë legalizim që kanë ardhur nga diku, i kanë zënë tokën pronarët të me radhë, ata e kanë shumë shpejt, si puna këtyre, si puna e bolimit, kështu që imagjino se çfarë ndodh në Shqipëri. Por të bërë një gjyq, unë ngrita shqetësim dije, ndoshta shqiptarët e kalojnë, por jo të gjithë e kuptojnë që gjyqi i pjesëtimit pasurisë është, pra, midis 2 bashkëpronarëve, është një nga gjyqet më sfilitës dhe më të gjatë që ka proceset gjyqësore, sepse bëhet me 2 faza, pra do kalosh në shkallë të parë që të lejon pjesëtimin, shkallë të parë apel gjykat lart, pastaj të rikthesh prapë shkallë të parë për të bërë ndarjen faktike ndarjen fizike nëse mundet, ose kompensimin një pjesë me lek. Pra, do bëhet me 2 faza. 2 faza nga 15 vjet, imagjinoj veti. Kështu që apo të vjen dikush një qeraxhi, të futet një qeraxhi diku, ata që kanë një qeraxhi, nuk ta liron në shtëpinë, për të bërë një lirim me dorëzim stendi, sipas këtij që ka ulë me 16 ditë do 14 vite e 349 ditë që të marrësh procesin. Pra, për shtëpinë tënde. Se nuk e di këtë. Ka zënë qeraxhiu. Po pikërisht, për shtëpinë tënde që ka zënë qeraxhiu, policia se ndjer, to drejtori gjykatës dhe gjykatë civile do kaq vite